Ah, më Renata, sa më dhim se të klevi, më Renata. E ka mirë unë, o vlla, as majtas, as djathtas në mes. Po ku e peti që klevi ka krah njerë? Ja, dëgjoje. Disponoj, vendi i drejtohet nga bandat e krimit të organizuar, bandat e drogës që përfaqësojnë fytyrën e vërtetë të kësaj qeverie me Ramën. Po si po Ramën na bën karshilek me një popull të tërë, me të lindën, me kuvende në padiumë. Ha, ma atë thash, nuk gënjen qytetari. Sa të thella pas kanë qenë këto punë, më Renata. Renata, hajde se do regjistrojmë emisionin. Unë nuk vi me ty, regjistro vetë. Me njerëz si ty, s'bashkëpunoj në jetë. Po që ke këto, më Renata? Rindo na bësh tani. Zemër o moj zemër, çfarë mban e gjithë? Mban atë burr, atë bukuri, shqiponja e madhe në Shqipëri. Dolim në sikleti, ne pune me lutje, edhe kiametit, unë i thash tutje. Hajde Renata, se nuk të pres dot. Rimën e bëra dhe pse ja futa kot. Aha, iku dhe ky. O Renata, e diti nga vjen fjala Sazan? E di, nga Sazanguri. Qa fut këtë bën di që atje tash ta marrësh vesh vërtetën? Oh, Sa i zanë, dhe shbosh, sa toke zanë, sa toke zanë, sa toke zanë. O shpirt, o zemër, o dritë. A u lodhe? U lodhe shumë brëm. as si e trajton partneren. Që partnerë më? I them krevatit, jastikut, dyshekut. Filloj rregulloj ato që më mbajti dhe i them faleminderit shpirt që më mbajte, që fjeta gjumë. Mo Renata, më kupton tani. Ti je mirë, një shoku im falenderon kundra bufen. Je mirë, Marcel, deri këtu, i okej. Filloj rregulloj ato që më mbajti dhe i them faleminderit shpirt që më mbajte, që fjeta gjumë.